Plas Grushti, Ilir Demaliaj përleshet me kujtim Gjullëzin në një lokal në Tiranë. I kthyer tashmë në një prej mbrojtësve dhe fansave më të zjarrt të kryeministrit Edi Rama, Ilir Demaliaj, ka goditur në hollin e një hoteli kryetarin e Partisë Konservatore Kujtim Gjullëzin. Nga pamjet e publikuara në media, dallohet Demaliaj, i cili i lëshohet Kujtim Gjullëzit dhe e godet me shkelm teksa ky i fundit fillimisht tenton t'i ikë. Krah Ilir Demaliajt shfaqet edhe një grua e cila mundohet të parandalojë sherrin, por ai e shtyn dhe e rrezon për tokë. Ende nuk dihet se cili ka qenë motivi i sherrit mes tyre.